Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për t'u ndalur tek një shkrim që ish banori i shtëpisë tashmë Artan Kola ka hedhur në Instagramin e tij, duke nxjerrur një të vërtet të madhe të produksionit. Nuk e kisha besuar në asnjë mënyrë që produksioni i Big Brotherit në televizionin Top Channel, në një televizion kaq kombëtar, do të bënte çmenduri të tilla për disa klikime dhe për disa lajme që do të bëheshin nëpër portale. Do me thënë, sipas Artanit, produksioni ka qenë në gjendje që të djegën Mateon. Kjo është e tmerrshme dhe ato që unë i kam thënë më herët ndërlidhen qartazi që Rogertin duan ta bëjnë fitues, sepse të gjithë këta akmarrje që po ja bëjnë Mateos, që Mateo të kërkonte të dilte vetë nga shtëpia Big Brotherit duke e djegur, do me thënë kjo është kulmi. Shikoni çfarë ka shkruar Artani në Instagramin e tij. Faleminderit nga zemra të gjithëve që më votuat dhe më përkrahat kaq shumë gjatë gjithë këtyre ditëve. Mbështetja juaj ka qenë forcë e madhe për mua dhe nuk do ta haroj kurrë, ka thënë Artan Kola. E di që dalja ime ishte e padrejtë. Madje, edhe vetë produksioni më kishte thënë para prajmit se nuk isha i rrezikuar dhe se nuk duhej të shqetësohesha, sepse sipas tyre, Nikol ishte ajo që duhej të largohej, thot Artani. Por gjithçka ndryshoi në momentin kur unë nuk pranova të bëhem pjesë e lojës së Mirit edhe Rogertit, që çaji nxehtë t'i derdhej Mateos, me qëllim që ai të eliminohej nga gara për arsye shëndetësore, thuhet. Ajo që është edhe më e rëndë është se produksioni ishte në dieni të kësaj dhe ishte pro këtij veprimi, por donte që gjithçka të dukej si rastësi dhe jo si diçka e planifikuar, ndërsa rrezikun dhe pasoja duhet t'i mbaja unë. Ju dua shumë dhe ju falenderoj pafund për çdo votë dhe mesazh dhe mbështetje që keni nisur. I juaj Artan Kola. Domethënë kjo është e tmerrshme dhe unë tani kërkoj që fansat e Mateos të protestojnë për Mateon, se derisa një produksion, domethënë kjo që thot Artani është shumë e madhe, kjo që thot Artani ja heq komplet licencën e Big Brotherit. Me këtë që Artani ka shkruar në rrjetin e tij social në Instagram, kjo është e tmerrshme. Nëse një produksion, domethënë është në gjendje që të bën veprime të këtilla për interesin e tij, domethënë kjo eskalon çdo normalitet dhe kjo është budallallik më i madh se budallalliku. Tani, unë e kuptoj që për klikime, produksioni është në interesin e tij, ka interesin të bëjë gjithçka, po për klikime ti të shkatërosh shpirtin e dikujt, të shkatërosh trupin e dikujt, vetëm e vetëm që ti dëshiron që të jetë Rogerti fitues i këtij Big Brotherit, kjo është e padrejtë. Unë mendoj që njeriu i drejtë gjithmonë e vërteta e tij del. Tani, unë dua një herë pikë së pari kërkoj një sqarim nga produksioni, çfarë ka shkruar në Instagram Artan Kola dhe çfarë është kjo gjë? Se nëse produksioni ka dieni për këtë lojën që Rogerti dhe Miri, do me thënë nuk e dija e kuptua çfarë thot. Ky thot që Rogerti dhe Miri kanë patur një plan me thënë të drejtën që unë nuk e kam dëgjuar, 24/7 duke e ndjekur dhe nuk e di si e kanë bërë atë planin, mund ta kenë bërë këtë planin në dhomë të rrëfimit. Ky thot që Rogerti dhe Miri kanë patur një plan që t'i gjuajnë Mateos çaj të nxehtë dhe këtë veprimin ta bënte Artani, që Mateo të eliminohej nga loja për çështje arsye, për çështje shëndetësore, m'falni. Dhe produksioni, sipas Artanit, ka qenë në dieni të kësaj gjës. Do të thënë produksioni e ka ditur që ka një plan që të digjet Mateo dhe produksioni ka qenë pro kësaj gjëje dhe për këtë arsye produksioni ka vendosur që të heq edhe në këtë rast, do me thënë Artanin nga shtëpia. Unë edhe njëherë them, do doja një sqarim të vërtet për këtë ngjarje, se çfarë ka ndodhur me të vërtet, si qëndron situata dhe nëse kjo është e vërtetë atëherë këtij produksioni Turp TV, që është në gjendje që të shkatrojë dhe shëndetin e tjetrit për vetëm pak klikime, por nuk dua të jap
verdiktin tim përfundimtar, në qoftë se Artani së bashku me produksioni nuk e tregojnë të vërtetën. Tani a do ta kërcënoj produksioni Artani që Artani të hesht, unë këtë nuk e di, por në të vërtet unë dua të ndëgjoj të vërtetën nga vetë produksioni dhe Ledion Liço. Dhe kisha dashur të gjithë të tagojmë në këtë videon. Postimi është i hedhur në Instagramin e Artan Kolës, nuk është i hedhur në Instagramet të tjera, do të thënë në shfaqja zyrtare e Artanit që këtë shkrim e ka hedhur në story, që në kupton, do të thënë ka verifikuar që është e vërtet. Dhe mua më duket e çuditshme që si mundet një produksion për interesat e tij, për disa klikime dhe për të nxjerrë Rogertin fitues apo Mirin fitues, sepse do produksioni janë në gjendje të djegin Mateon. Tani, mos vall, produksioni ja dha këtë avantazh Rogertit për ta hequr Mateon nga loja. Unë do të bëj një video përmbëletëse, por doja të ndëgjoj këtë nga ana juaj, si e gjikoni ju këtë që ka shkruar Artan Kola.